Nora Istrefi dhe Bejta sjellin këngën Zhade. Nora Istrefi dhe Bejta kanë bashkuar forcat për projektin e tyre më të ri muzikor, të titulluar Zhade, që u publikua sot bashkë me videoklipin. Kënga sjell një ritëm modern dhe atmosferë tipike verore, që premton të bëhet një ndër hitet e sezonit. Në videoklip, dyshja shfaqet me një stil të gjallë dhe të lirshëm, të veshur me kostume shumë ngjyrëshe dhe të kombinuar me skena të xhiruara në natyrë, në dritën e diellit dhe më pas të zjarreve të ndezura gjatë natës. Pamjet e vallëzimit me të rinj rreth flakëve i japin klipit një energji të veçantë dhe një ndjesi feste verore. Zhade është një kombinim i hijshëm me stilit të Bejtës dhe sensualitetit të njohur të Norës, duke sjellë një bashkëpunim që ka marrë reagime të menjëhershme pozitive në rrjetet sociale. Kjo këngë shënon gjithashtu një rikthim të freskët për Norën në skenën verore, si dhe një hap të fortë për Bejtën në krijimin e identitetit të tij muzikor. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.